Të mërkurën në Kosovë do të arrijnë edhe 38.400 doza të tjera të vaksinës anti-Covid-19, vaksina këto që vijnë në kuadër të aleancës COVAX. Në data 7, 8, 9 dhe 10 maj të vitit 1999 janë rëmbyer, ekzekutuar e masakruar shumë qytetarë të komunës së Gjakovës. Përfaqësues nga shoqata Thirrje të Nënave, familjarë dhe qytetarë kanë bërë homazhe në varrezat e martirëve në Gjakovë për të përkujtuar civilët të vrarë të datës 10 maj 1999. Xhamit në festën e Fitër Bajramit do të hapen 15 minuta para faljes së tij. Për shkak të gjendjes pandemike, Myftiju i Kosovës nuk do të organizojë pritjen tradicionale të festës së Fitër Bajramit. Përshëndetje, po fillojmë me edicionin e lajmeve qendrore. Të mërkurën në Kosovë do të arrijnë edhe 38.400 doza të tjera të vaksinës anti-Covid-19, vaksina këto që vijnë në kuadër të aleancës COVAX. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë të mërkurën do të pranojë edhe 38.400 doza të tjera të vaksinës anti-Covid-19, vaksina këto që do të vijnë në kuadër të aleancës COVAX. Kështu kanë bërë të ditur nga Ministria e Shëndetësisë. Me pranimin e këtyre dozave të vaksinës kundër Covid-19 do të vijohet edhe më tej vaksinimi kategorive të parapara sipas planit shtetëror të vaksinimit kundër Covid-19. Rrjedhimisht deri më tani duke llogaritur edhe 24.000 doza që kemi pranuar javë më parë, në total kemi 62.400 doza. Këto doza do të arrijnë në Kosovë të mërkurën paradite. Me pranimin e këtyre dozave të vaksinës kundër Covid-19 do të vijohet më tej me vaksinimin e kategorive të parapara sipas planit shtetëror të vaksinimit kundër Covid-19, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Mbetemi sërish tek shëndetësia. Kosova s'ka kapacitet të ofrojë autoambulanca vetëm për të infektuarit me Covid-19. Të infektuarit me Covid-19 dhe ata me sëmundje të tjera po transportohen me të njëjtat autoambulanca. Kjo po konsiderohet rrezik për personat të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera e që shërbimet i marrin me të njëjtat autoambulanca. Të infektuarit me Covid-19 dhe ata me sëmundje të tjera po transportohen me të njëjtat autoambulanca. Kjo po konsiderohet rrezik për personat të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera e që shërbimet i marrin me të njëjtat autoambulanca. Përfaqësuesit e komunave kanë kërkuar shtim të kapaciteteve, por edhe disa nga autoambulancat që kanë marrë donacion kanë mbetur në dogan me që janë të vjetra më shumë se 10 vjet. Kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se shumë komuna kanë fituar donacion të disa autoambulancave, por që është e pamundur që t'i marrin. Kemi shqetësimin e kryetarëve të komunave që donacionet për komuna, sa i përket kemi domethënë disa autoambulanca të cilat janë duke pritur në doganat e Republikës Kosovës, mirë po, problemi është që ato janë më të vjetra se 10 vjet, dhe me ligjet aktuale në fuqi nuk mund të importosh një makinë e cila është më e vjetër se 10 vjet. Ai thotë se po vijojnë me diskutimet në nivelin qendror që komunat mund të sigurojnë këto autoambulanca. Neve si asociacion kemi kërkuar nga niveli qendror që mundësisht të bëjë të pamundurën që t'i sigurojë autoambulanca më shumë komunave, në mënyrë që të kemi një autoambulancë e cila është e dedikuar 100% për pacientë të cilët janë të infektuar me Covid-19. Ndërkohë, kryetari i shoqatës së pacientëve Besim Kodra thotë se nuk është e përshtatshme që me të njëjtën autoambulancë të transportohen edhe pacientët me Covid-19 edhe pacientët me sëmundje të tjera. Ai uron që shëndetësia të kthehet në fokusin e partive politike. Parimisht nuk është e përshtatshme që me të njëjtën autoambulancë të transportohen edhe pacient me Covid edhe pacient me sëmundje të tjera. Sikurse nuk ka qenë e përshtatshme që me një objekt shëndetësor të trajtohen pacient me Covid edhe këta me sëmundje të tjera. Nuk e di se si janë duke vepruar komunat, mirë po një gjë e tillë rrezikon sigurinë e pacientëve me sëmundje të tjera. Kodra tregoi se në nivel vendi janë rreth 100 autoambulanca e që ato edhe në kushte normale nuk i kanë plotësuar kushtet apo kërkesat për trajtim.
Kosova, me sa di unë, ka dikun rreth 100 autoambulanca që ato dhe në kushte normale nuk i kanë plotësuar kushtet ose kërkesat e pacientëve për trajtim, edhe tash kur kemi një situatë me Covid, këto kapacitete dhe më tutje janë ngarkuar, mirë po do të shihet mundësia se si të veprohet në kësi situata. Mbetet të shihet nëse kjo çështje do të zgjidhet ditë të vëvëjuese, sepse edhe ditë më parë ishte diskutuar në Kuvendin e Kosovës nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, i cili kishte akuzuar paraardhësin Armen Zemaj për blerje të autoambulancave me çmim më të shtrejtë. Ndërojmë temë të informacioneve në datat 7, 8, 9 dhe 10 maj të vitit 1999 janë rëmbyer, ekzekutuar e masakruar shumë qytetarë të komunës së Gjakovës. Prandaj sot, përfaqësues nga shoqata Thirrje të Nënave, familjarë dhe qytetarë kanë bërë homazhe në varrezat e martirëve në Gjakovë për të përkujtuar civilët të vrarë të datës 10 maj 1999. Familjarët shprehen se edhe pas 22 viteve tmerrja asaj nate të kopshme mbetet një nga kujtimet më të vështira në jetën e tyre. Në një stol mbi kodrën e Qabratit qëndron e shikon varret e shumë martirëve e të rëmbëve që janë para syve të saj. Nën Resmia, që ka humbur 2 bijtë gjatë luftës së fundit në Kosovë, tregon se si me dhimbje jeton çdo ditë, por kur afrohet data 10 për të është edhe më vështirë. Sot për nina si atë ditë kër mi kanë marrë, që 22 vjetë, sot për nina. Vishë shëqyr Zotit që mba kalon për nina qiken, Zotin që të valbonin e kom. Ditë ma vështirë, se u kona ditë, është 20 që da dineve, për të vështirë. I qova djenë për gjumit qik, edhe djallin e tip kunet vlad e ksejne, shkun të rëtë që atje kujtë. Dhimbjen që e bartin mbi supe këta familjar nuk e lehtësojnë as lotët e as kujtimet që kanë për më të dashurit. Nesrete Kumnova nga Thirrje të Nënave thot se janë harxhuar fjalët duke kërkuar drejtësi për të birin e për të gjithë të tjerët dhe pritja po bëhet çdo vit e më e rëndë. Edhe pse u formu shteti, po hec nga dal çështja e të pagjetove, për mu gjetë, e lërë mo që të kërkohet drejtësi dhe kriminellet të dalin para drejtësisë. Pritja është shumë rëndë. Unë për çdo datë i pres familjarët që kanë dhëmbje dhe breng, por brengën të më askush s'po ma sheh. Kur varri i djalit Albionit, 5 në gjetë prej grupit, Albioni ende s'ma kanë kthyer. Për 22 vite, lotët nuk ju ndalen asnjëherë. Ndarja në mënyrë mizore nga njerëzit e zemrës mbetet datë e kopshme që sjell kujtime të hidhura për të gjithë familjarët. Duke që është sot 10 maj vitit 1999, për ne familjarët, sidomos unë si nanë, është e njëjta ditë. Vetëm nuk e di orën kur mi kanë vrarë. Mi pys Herbalonin, Hervisarin, regani mamës, a është që tash ora kur ju kanë ekzekutua? Nuk e kanë pas letë, mu përballë të armatosën dhe i dhomë këta durthat. I lusim gjitha institucionet të bojnë ma shumë për këto nona, për këta familjarë. Se na deri kur të vijim këtu të këta, na nuk i harrojmë këta, po ata mos i harrojnë. Këtë ditë e kujtoj me errësirën më të madhe, me fatkeqësinë më të madhe, me rrezikun më të madh për krejt Gjakovën edhe vendet tjera të Kosovës, ka prek koma e Serbit, ka shkatru, ka djek, ka dhunu. Neve na bon jetën s'këtirë. Kanë qenë shumë të mirë, gjithë kush i ka pas mirë, po kanë qenë shumë punës, sjellshëm, bukur, e shumë vështirë kur t'i kujtojmë, çdo herë i kujtojmë për çdo ditë. Kujtojmë se me datat 7, 8, 9 dhe 10 maj të vitit 1999 janë rëmbyer, ekzekutuar e masakruar shumë qytetarë të komunës së Gjakovës. Përkundër faktit që shumë prej tyre pushojnë të qetë në kodrën e Qabratit, fatkeqësisht ka edhe persona të tjerë të cilët vazhdojnë të konsiderohen si të zhdukur.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, edhe kryetari i komunës së Gjakovës, zoti Ardian Gjini, ka shprehur dhimbjen e tij për martirët e 10 majit. Në ndërim të martirëve të kësaj date, zoti Gjini ka deklaruar se në çdo ditë të vitit ndjejmë dhimbje për jetët e humbura padrejtësisht me 10 maj të vitit 1999. Tash 22 vite, familjarët e martirëve bashkë me të gjithë ne shprehin indinjatën e thellë për mosbardhjen e fatit të shumë të pagjeturve. Lavdi të gjithë të rëmbëve për liri, thuhet në postimin e kryetarit Gjini. Gastronomët të komunës së Gjakovës vazhdojnë të mbesin skeptik nëse qeveria e Kosovës do të mbajë premtimin e dhënë gastronomëve lidhur me rishqyrtimin e masave anti-Covid nëse numri të infektuarve zvoglohet. Epikat Hoxha, kryetari i shoqatës së gastronomëve në Gjakov, në një status në rrjetin social Facebook ka paraqitur disa nga ankesat e kësaj shoqate, duke thënë se mungesa vaksinave po mbyll gastronominë në vendin tonë. Hoxha gjithashtu ka shprehur shqetësimin e tij edhe për vonesën e subvencionimit të gastronomëve që do duhej të bëhej në 15 ditët e para të muajit prill, dhe akoma nuk ka diçka konkrete nga qeveria. Shoqata e gastronomisë ka pasur takim me ministrin Vitia për 7 ditë rresht, kanë gjatë takimet mbi 2-3 orë, na kanë lyp këshilla për hapjen e gastronomisë, si dhe na kanë premtuar subvencionin për këto 2 javë të para që na mbyllën, po hala nuk ka ndonjë lajm për ato që do të ndodh. Ato të na japin, ato të na japin, besoj që po masi kanë premtuar, po deri tash nuk ka kurfar lajme. I kemi respektuar të gjitha masat që na janë kërkuar, duke marrë pjesë në 7 takime me qeveritarët, por ende s'mund të planifikojmë punën në sezonin veror, shtoi tutje Hoxha. Na hala nuk dim se çka do të bëhet me verën. Njerëzit janë të planifikuar me bodarsma, bilion personalisht jam i thirrur në 2 darsma në Shqipëri. Për si vjet, këtu të na hala nuk di do të mbahen darsmat. Premtimi ka qenë nga ministri Vitia që do të lejon klubet e natës dhe sallat e darsmave të punojnë ato që i kanë në ambientet e hapna, po deri tash nuk kanë asnjë plan konkret për verën, as çka do të bëjmë. Njerëz janë met, as ne as anaj që thonë nuk din as të përgatiten, as jo, ku dim që është një kosto shumë e madhe për përgatitjet lokaleve. Kërkesa jonë është që të vinë më shpejt me një plan konkret për verën. Për ndryshe ne do sa bën zgjidhje tjetër, janë në gatshëm gjithë të dalin protesta. Nëse kërkesat e gastronomëve nuk plotësohen, ata do jenë të detyruar të rikthehen me protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre, shprehet kryetari Hoxha. Vështirësia pandemike sigurisht që ka dëmtuar edhe tregtarët, duke ju sjell humbje ekonomike. Ekipi ynë ka vizituar njërin nga tregjet e qytetit, me çras ka kuptuar se tregtarët në hapësirat punuese të veprimtarisë së tyre vazhdojnë të kenë probleme të theksuara. Për më tutje ndjekim materialin nga gazetari ynë. Pamjet që po i shihni këtu janë në tregun e Gjelbert në Gjakov. Vështirësia pandemike sigurisht që i ka dëmtuar tregtarët duke ju sjell humbje ekonomike. Për breng tjetër tek tregtarët që shisnin dhe qytetarët që blinin, të cilët disa nuk pranuan të prononcoheshin para kamerës së televizionit ton, ishin kushte të rënduara në atë pjesë ku pluhuri i madh, ku ndërmimi i tualetit dhe hudhja e mbeturinave prapa tregut ishin më tepër shqetësuese aty. Njëri prej tregtarëve që ishte aty tha se kemi mbetë anashkaluar nga institucionet shtetërore. Ato duhet të kujdesen për përmirësimin e kushteve në ambientet ku ne frekuentojmë aktivitetin ton. Mund të shihni edhe vetë plunin, vendin, pa asfaltum, pa hije, në këtë rreze, kjo është skamje, mjerim dhe trishtim. Problemet ekonomike sigurisht janë vërejtur në gjitha sferat jetësore ku nuk është lënë anash as tregtia. Pandemia ka ndikuar sikur në hmicën e rasteve që punojnë, pra ka ndikuar shumë keq, sidomos në fillim kem pas pak probleme, tani pak jena ratu, po kryesisht kena pas humbje të mëdha. Se investimet kanë qenë të kota dhe se fitimi ishte i dobët, të thot një tjetër tregtar i cili shtoi se çmimi i produkteve është rritur me raste. Kanë diku ballë, për dikan kanë diku më shumë, për dikan më pak, kush ka pas pilaren në për dika kanë diku mirë për ata se ju në tregjet në shel, e ata kanë pas puna më për që ju në dika në për tregje, më zvet për ta. A vëden se kanë shumë pare, u konë shumë investimi kot. A keni marrë subvencione për shtetit? Ja, kur gjejsh. A
Ka ndiku në rritjen e çmimeve apo lutjen e çmimeve? Diko, qysh kanë ndesh, kanë bu unë tregtar jam, qysh e kanë shit, e kanë bu, sa e kom marrë, e kom shit, fitimin, përqindjen, normal. Konsumatorët ndërkaq ankohen në rritjen e çmimeve të disa produkteve. Pandemia ka ndiku bon në rritjen e çmimeve, kanë ngritë çmimet, edhe kvalitetin, edhe tana i ka bon. Besoj si nëse vaksinohen populli, do të shlirohem edhe çmimet do të bimë edhe na do të jetojmë edhe këta shitësit ma mirë edhe na ma mirë, dy partë. Lutja gjithë tregtarëve ishte që t'ju krijohen kushte më të mira të cilat natyrshëm do të arrisin edhe produktivitetin dhe vullnetin në punën të cilën e bëjnë për të fituar bukën e gojës. Bashkësia Islame e Kosovës ka vendosur që xhamit për festën e Fitër Bajramit do të hapen 15 minuta para faljes së tij. Biku gjithashtu ka njoftuar se për shkak të gjendjes pandemike në xhamit e vendit nuk do të ketë manifestim tradicional. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës ka njoftuar se xhamit në festën e Fitër Bajramit do të hapen 15 minuta para faljes së tij. Në njoftim citohet se muaji i Ramazanit përfundon ditën e mërkurë me 12 maj 2021, ndërsa dita e parë e festës së Fitër Bajramit është ditën e enjte me 13 maj 2021. Për shkak të gjendjes pandemike në xhamit e vendit nuk do të ketë manifestim tradicional, madje edhe namazi sabahu do të falet nëpër shtëpi, ndërkaq në xhamia do të falet vetëm namazi i Fitër Bajramit. Falja e namazit të Fitër Bajramit do të bëhet në orën 5:53, ndërsa xhamit do të hapen vetëm 15 minuta para faljes së namazit të Bajramit. Ndërkohë, bikut i kërkohet nga besimtarët që gjatë faljes së namazit të Fitër Bajramit të ruajnë distancën fizike dhe të respektojnë masat anti-Covid. Po ashtu, për shkak të gjendjes pandemike, Myftyi i Kosovës nuk do të organizojë pritjen tradicionale të festës së Fitër Bajramit, thuhet në njoftimin e bikut. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Të mërkurën në Kosovë do të arrijnë edhe 38.400 doza të tjera të vaksinës anti-Covid-19, vaksina këto që vijnë në kuadër të aleancës COVAX. Në datat 7, 8, 9 dhe 10 maj të vitit 1999 janë rëmbyer, ekzekutuar e masakruar shumë qytetarë të komunës së Gjakovës. Përfaqësues nga shoqata Thirrje të Nënave, familjarë dhe qytetarë kanë bërë homazhe në varrezat e martirëve në Gjakovë për të përkujtuar civilët të vrarë të datës 10 maj 1999. Xhamit në festën e Fitër Bajramit do të hapen 15 minuta para faljes së tij. Për shkak të gjendjes pandemike, Myftyi i Kosovës nuk do të organizojë pritjen tradicionale të festës së Fitër Bajramit. Këtu përfundon ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syri-vizvizion.tv. Mirupafshim.